tani, mua më thonë që ti je i ri në mosh, ke qenë në organet e brendshme të Partisë Demokratike në këto forumet e rinis, pra e njeh shumë mirë edhe jetën e partisë edhe jetën e qytetit. Si mendoni ti shkundni ata njerëz të jashtëzakonshëm që janë vlonjatët edhe rreth, me qëllim që këtë herë të gjejnë forcën për të sjellë një ndryshim të mirë për vendin dhe për qarkun e tyre? Adi të falenderoj dhe kërkoj ndjes për mëshirësitë e lidhjes. Është vërtet, jam 24 vjeç, jam i ri, jam mosha më e vogël në listat e qarkut të Vlorës. Jam angazhuar që në moshën 16 vjeçare te Forumi Rinor i Partisë Demokratike, kam qenë ish antar i Këshillit Kombëtar, antar i Kuvendit dhe sot si kandidat. Por si 24 vjeçare shoh politikën si një domosdoshmëri, jo si një luks. Jam rritur duke parë shumë premtime të pambajtura, shumë të rinj që largohen nga vendi dhe shumë të tjerë që mbasin besimin. Por kam zgjedhur të mos largohem dhe të mos ecë. Politika për mua nuk është thjesht fjalë në studio. Është mënyra për të ndikuar jetën e përditshme të qytetarëve, shkollën që ndjekim, punën që kërkojmë, drejtsinë që presim, e shoh si një sfidë për të bërë vendin më të drejtë dhe më të ndershëm për brezin tim dhe për ata që vijnë pas nesh. Kush ka qenë më pozitiv ndaj qasjes tënde, kur i ke takuar njerëzit në rrugë? Janë të rinjt e moshës tënde? Janë njerëzit, le të themi, relativisht vështirë, sepse dyshimtar, apo të largët, apo me pikpyetje të moshës time, apo janë pensionistët nga 70 deri në 85 apo 90? Kush të ka rezultuar grup target më pozitiv ndaj teje? Më pozitivi natyrisht më ka rezultuar grup moshat e reja. Mosha ime deri te mosha 85 vjeçare, 40 vjeçare. Më kam pritur me shumë pozitivitet, ka ndonjë një mbështetje shumë të madhe, edhe shoh që më mbështesin qytetarë që duan dyshim të vërtet. Të rinj që nuk duan të largojnë nga Vlora, prindër që duan të shohin fëmijët e tyre, të ndërtojnë, të armë këtu dhe njerëzit të ndershëm, që janë lodhur nga politika vjetër. Në qoftë se ti do t'i bëje sot një sondë analitike asaj që ndodh në elektoratin e Vlorës, apo të qarkut Vlorë, të qarkut të madh të Vlorës. Në qoftë se ti do më thuash mua që Adi, situata e dëshirës për të marrë pjesë në mënyrë numeroze, pra të shumt në numër në votime, apo tendenca për të votuar kështu apo ashtu, keni